në emër të popullit Shpallar gjykim. I akuzuar Jon Hoti me shënime personale së kresat e lëndës, shpallët fajtor për shkak të vepra penale. Vrasja rënd nga neni 173, paragraf 1.1.5 dhe 1.11 të kodit penal të Republikës së Kosovës, gjykata të njëjtit i shqipton për veprën penale vrasja rënd, gjykata i shqipton dënim me burg në kozgjatë për 24 vite. Për veprën penale, mbartjen princip, kontroll apo posedim të pa autorizuar të armëve, gjykata i shqipton dënim me burg në kozgjatë për 1 viti. Nuk është vetëm një rrate për 2 rrate. Kjo është shumë pak edhe vendimin tem nuk kom takar, që më takon të shumë, po e ka vendosur gjykata edhe të të donë që shtu. Sa keni prit jo për afërsisht, a keni menduar? Unë po prit vot për jetë. Vot për jetë. Mëna ka falë. A keni me bua ankesë? A? Ta e vendimit? Ta që të qyrë me ato, atë jo letimi, që zanaj, unë një ankesë. Që vendosaj e boj. A keni pas kontakt me familjarë? Ja. A i ka zbulu ta marrë motivi pse ka ndodhë? Vetëm rastisht. Vetë ka thirë, vetë ka dhërë. Vetë ka dhërë. Nuk ka postë kur parë dhe në pyetje të më në ka